Asgjë e re, kushtrim dhe Kaltrina, vetëm numërimi vazhdon nga 33 herën e kaluar kur u pam 34 sot, pra është numri i dështimeve për të konstituar legjislaturën e 9 të Kuvendit të Kosovës dhe situata ngjan sikur më shumë po bëhet një lloj i numërimit të mbledhjeve të dështuara sesa përpjekjesh vërtet për të konstituar legjislaturën e 9 të Kuvendit të Republikës së Kosovës, pasi sot bëhen ose janë bërë saktësisht 2 muaj prej kur deputetët e zgjedhur janë betuar si deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe tutje ka ngecur gjithçka. Prej momentit kur janë betuar nuk ka lëvizur asgjë përpara, gjithçka është bllokuar tek votimi për ose propozimi për votimin e komisionit për votim të fshehtë dhe tutje. Ajo që ka ndryshuar ka qenë ato që ka ndryshuar kanë qenë vetëm numrat varësisht mbledhjes, ndërsa rezultati epilogu ka qenë i njëjtë, dështim për të konstituar, për të vazhduar tutje, për të hapur rrugën për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, përkatësisht zgjedhjen e kryetares në këtë rast të Kuvendit dhe nënkryetarëve. Paka shumë në pjesën tjetër, deklarative ka pasur një përsëritje qëndrimesh, akuzat e ndërsjella ndërmjet partisë së parë drejtuar partisë së dytë, tretë dhe të katërt dhe ana tjetër drejtuar partisë së parë. Sot e propozuara lëvizjes vetëvendosje për kryetare të Kuvendit Albulena Haxhiu tha se gjykata kushtetuese është vonuar lidhur me çështjen ose me pyetjen që është drejtuar, kërkesën që është drejtuar nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e mbështetur nga Lidhja Demokratike e Kosovës, lidhur me procedurën e votimit, ndërkaq shtoi se nuk mund të vazhdojë kjo situatë pafundësisht dhe në rast se vazhdohet kështu është opsion janë pra edhe zgjedhjet e reja parlamentare, pra të parakohshme si një rrugë zgjidhje si pasaj për dalë nga kjo situatë e krijuar. Ndërkaq deputeti tjetër i lëvizjes vetëvendosje, Artan Abrashi, ka folur për takimin që kryeministri Albin Kurti thuhet se ka pasur me një nga deputetet e Lidhjes Demokratike në zyrën e tij këtu në sheshin Skënderbeu në kryeqytet dhe ka thënë që urren që të ketë sa më shumë takime të tilla, ndërkaq ka komentuar shkurt edhe takimin ndërmjet kryetarit të Lidhjes Demokratike Lumir Abdigjiku dhe kryetarit të nismës socialdemokrate Fatmir Limaj, duke thënë se është mirë që ata po takohen pasi sipas tij më në fund kjo po tregohet që nuk e kanë humbur sensin teksa i ka fajsuar për blokadën e Kuvendit, ndërkaq kreu i nismës socialdemokrate Fatmir Limaj e ka konfirmuar takimin me kreun e Lidhjes Demokratike Lumir Abdigjiku, i cili ka dalë me një propozim, pra e dim tash sa kohë, për një qeveri kalimtare të unitetit dhe Limaj tha se ka pasur një bisedë shtëruese dhe ka pasur këndvështrime të njëjta me Abdigjikun në shumë çështje dhe mes tjerash kanë diskutuar edhe për krijimin ose idenë e krijimit të një qeverie të unitetit, ndërkaq bisedë shumë të mire ka quajtur Abdigjiku, takim miqësor, takimin që ka pasur me kreun e nismës socialdemokrate Fatmir Limaj, ndërkaq Partia Demokratike dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, përkatësisht Vlora Qitaku dhe Ramush Haradinaj, e kanë quajtur bllokues ose kanë thënë saktësisht se lëvizja vetëvendosje po e mban me peng konstituimin e Kosovës, përkatësisht edhe vendin. Faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga përballë faktikisht Kuvendit të Kosovës.